Para se të fillojmë me këtë histori mahnitëse që do t'ju prek zemrën, ju lutem, bëni like dhe komentoni më poshtë. Më tregoni, a besoni në dashurinë që ka përcen kufit dhe kulturat? A do ta pranonit një të dashur nga një vend tjetër? Komentet tuaja më ndihmojnë shumë, edhe nëse nuk jeni akoma të abonuar, shtyp butonin e kuq të abonimit dhe aktivizo zilen. Tani, uluni rehat, sepse historia që po fillojmë është aq e jashtëzakonshme sa duket sikur është marrë nga një film. Por ju garantoj, çdo fjalë është e vërtetë. Ishte një mëngjes i ftohtë marsi në Prishtinë, kur Arifi dhe Behari Krasniqi po përgatiteshin për një udhëtim që do të ndryshonte jetën përgjithmonë. Dy binjakët një bize, 28 vjeç, nuk ishin thjesht vëllezër, ata ishin shpirtrat e njëri tjetrit, dy gjysma të një tërësie. Be, ke marrë pasaportën? Pyeti Arifi duke mbyllur valixhen e tij të vogël. Po vlla, për herën e tretë po më pyet, ju përgjigj Behari duke qeshur. Më shumë emocionale je ti se sa nëna kur ikëm nga shtëpia. Arifi qeshi dhe i hodhi vllait një shikim plot dashuri. Ishin rritur në lagjen e vjetër të Prishtinës, në një familje të thjeshtë, por plot dashuri. I ati, Ramizi, ishte zdrukthëtar, kurse e ëma, Nazmia, ishte mësuese pensionuar. Binjakët kishin studiuar arkitekturë dhe kishin hapur së bashku një studio të vogël dizajni në qendër të Prishtinës. E di që je emocionuar, tha Arifi duke i vënë dorën në supë vëllait. Edhe unë jam. Istanbul, konferenca e parë ndërkombëtare ku do të prezantojmë projektin ton. Behari e shikoi vllan dhe buzëqeshi. Dhe pas kësaj, 3 ditë për të eksploruar qytetin. Babai thot se Istanbul është qyteti më i bukur në botë. Çdo shqiptar thot të njëjtën gjë. Por le ta shohim me syt tan. Në aeroportin e Prishtinës, nëna u dha puthje të dy djemve. Kujdeso djemtë mi, edhe mos harroni të telefononi çdo ditë. Nën, vetëm 5 ditë do t'jemi, tha Behari duke e përqafuar. 5 ditë pa ju janë si 5 muaj për zemrën time, tha Nazmia me lot në sy. Ramizi qeshi. Le ti lësh grua, po shkoj në Istanbul, jo në fund të botës. Hajde djem, shkoni dhe bëni krenar prindrit. Nga ana tjetër të detit Marmara, në lagjen e gjallë të Kadikëj në Istanbul, 2 motra binjake një bize bënin përgatitjet e tyre të mëngjesit. Aisha dhe Elif Yilmaz, 26 vjeç, jetonin në një apartament të vogël mbi dyqanin e çajit të familjes së tyre, që i kishte mbajtur babai i tyre Mehmet Bey për 30 vjet. Aisha, shpejto, do të vonesim në universitet, thirri Aisha nga dhoma tjetër. Edhe një moment, abla, ju përgjigj Elif duke përdorur fjalën turke për motër e madhe, megjithse Aisha ishte vetëm 10 minuta më e madhe se ajo. Aisha hyri në dhomën e motrës dhe e gjeti duke kërkuar diçka me panik. Çfarë po kërkon përsëri? Unazën që më dha nëneja, tha Elif me zë të lodhur. Nuk mund ta gjej. Aisha ju afrua motrës dhe përqafoi nga mbrapa. Është në tavolinën e nënës, ku e le çdo herë kur e hiqe. Ja që pakuteshme Elif. Elif u kthye dhe e puthti motrën në faqe. Çfarë do të bëja pa ty? Do të humbisje kokën tënde, qeshi Aisha. 2 motrat ishin të pandara që nga lindja. Aisha ishte më serioze, më e organizuar, studionte letërsi turke në Universitetin e Bosforit. Elif ishte më e lirshme, më artistike, studionte arte të bukura në të njëjtin universitet. Por përtej dallimeve, ato ishin njësoj si yin dhe yang, secila plotësonte tjetrën. Vajzat, mëngjesi, thirri zëri Fatma Hanum nënës së tyre nga kati i poshtëm. Zbritën në kuzhinë ku era e simitit të ngrohtë dhe çaj turk mbushte ajrin. Fatma Hanum, një grua në të 50-tat, me fytyrë të butë dhe sytë e ngrohtë, po hidhte djathtë të bardhë në pjatë. Nën, ti je e mrekullueshme, tha Aisha duke e puthur. Dhe ti po më lajkaton shumë, tha Fatma Hanum duke qeshur. Çfarë doni këtë herë? Asgjë, thanë të dyja motrat njëkohësisht, dhe pastaj qeshën. Mehmet Bey hyri nga dyqani i poshtëm duke mbajtur një tepsi me byreke të freskëta. Mirëmëngjes lulet e mia, tha ai me zërin e tij të thellë dhe të ngrohtë. Baba, Elif u kthye dhe e përqafoi babain.
Mehmet ishte një burr i fortë, me mustaqe të trasha dhe zemër më të madhe se i gjithë Istanbuli. Kishte rritur 2 vajzat me dashuri të pakufishme, veçanërisht pas vdekjes së gruas së parë kur vajzat ishin vetëm 4 vjeç. Fatma ishte martuar me të 10 vjet më vonë dhe i kishte dashur vajzat sikur të ishin të sajat. Sot do të keni ditë të gjatë në universitet, pyeti Mehmet. Po baba, tha Aisha. Jam përgjegjëse për organizimin e konferencës ndërkombëtare për arkitekturë dhe art. Do të vinë folës nga e gjithë bota. Vajza ime e zgjuar, tha Mehmet me krenari. Dhe unë do të shoh ekspozitën e re në galerinë e Pera, shtoi Elif. Vajza ime artistja, qeshi Mehmet. Ju dy jeni bekimi im. Konferenca u mbajt në një hotel të madh pranë xhamisë së Sultan Ahmetit. Arifi dhe Behari mbërritën në mëngjesin e dytë, ende të habitur nga madhështia e Stambollit. Trafikja e çmendur, thirrjet e shitësve amburjant, aroma e qebapeve dhe simidit, deti që shkëlqente në diellin e prillit. Vlla, ky qytet është gjallë, tha Behari duke shikuar rreth e rrotull. Është mahnitës, pajtohet Arifi. Në sallën e konferencës, Aisha po kontrollonte përgatitjet për herën e fundit. Kishte punuar javë të tëra për këtë ngjarje dhe çdo detaj duhej të ishte perfekt. Aisha Hanım, folësit nga Kosova kanë arritur, tha asistentja e saj. Shumë mirë, çoj në sallën B për regjistrim, tha Aisha pa ngritur syt nga klipbordi. Ndërkohë, Elis kishte vendosur ta kalonte ditën me motrën duke ndihmuar me organizimin. Abla, duhet ndihmë me ndonjë gjë? Po. Shko në hyrje dhe sigurohu që të gjithë folësit kanë badge, tha Aisha. Kur Arifi dhe Behari hynë në foaje, e para gjë që pan ishte një vajzë e re me flokë të gjatë të zeza, duke organizuar badge në një tavolinë. Elifi ngriti kokën dhe për një moment, koha u ndal. Sytë e saj takuan sytë e Beharit. Për Behari, ishte sikur dikush kishte ndezur një dritë në dhomën e errët. Zemra i ra në rrahje. Merhaba, tha Elif me një buzëqeshje të vogël. Merhaba, ju përgjigj Behari duke ndier veten sikur kishte harruar gjithë turqishtën që kishte mësuar. Arifi e vuri re vëllan të bllokuar dhe buzëqeshi. Përshëndetje, jemi këtu për konferencën e arkitekturës. Po, sigurisht, tha Elif duke u zgjuar. Emrat? Arif Krashnici dhe Behar Krashnici, tha Arifi. Jeni vëllezër? Binjak, tha Behari duke gjetur sërish zërin. Elifi i shikoi me kujdes. Vërtet jeni identik, e pazakont. Në atë moment Aisha u shfaq nga këndi dhe aty ndodhi. Kur Arifi pa Aisha, mendja e tij u zbraz. Ajo ishte identike me Elif, por kishte diçka të ndryshme në sytë e saj. Një seriozitet, një thellësi që e tërhoqi menjëherë. Aisha i shikoi dy vëllezërit dhe për një moment edhe ajo ngriti vetullat. Binjak? Po, tha Arifi me një zë më të butë nga ai që kishte dashur. Dhe ju? Edhe ne, tha Aisha duke buzëqeshur për herë të parë. 4 çiftet e syve u takuan. Në atë moment, në atë foaje në zemër të Stambollit, fati luajti lojën e tij më të bukur. 2 çifte binjakësh, nga 2 vende, nga 2 kultura, të lidhur papritur nga një forcë që asnjë prej tyre nuk mund ta shpjegonte. Prezantimi juaj është në orën 14 në sallën kryesore, tha Aisha profesionalisht, por zemra i rrahte fort. Falenderit, tha Arifi duke mos mundur t'i largonte syt. Ndërsa Arifi dhe Behari largoheshin, Elif ja ktheu motrës. Aisha, i pe? Po, tha Aisha duke u përpjekur të qëndroje qetë. Binjak, si ne? Nuk e kam fjalën për atë, tha Elif me një buzëqeshje dredharake. Ati më i gjatë, pash si të shikonte. Elif, protestoi Aisha duke u skuqur. Dhe ti e shikoje të njëjtin. Aisha nuk mund të mohonte. Janë shqiptar. E di, dëgjova aksentin e tyre. Nëna do të na vras, tha Aisha duke ulur zërin. Elif je përqafoi motrën. Le të shohim çfarë ndodh. Ndoshta asgjë.
Por në zemrat e të dy motrave, diçka kishte ndezur, diçka që nuk mund të shuhej lehtësisht. Në orën 14, salla ishte plot. Arifi dhe Behari u ngjitën në skenë për të prezantuar projektin e tyre, një qendër kulturore që bashkonte elementët arkitekturor otoman me dizajnin modern. Aisha rinte në rresht të parë, duke shënuar, por sytë e saj shkonin tek Arifi. Mënyra si fliste, me pasion dhe inteligjencë, se si duart e tij vizatonin forma në ajër, se si buzëqeshte kur shpjegonte konceptin. Elifi rinte pranë motrës, por sytë e saj ishin tek Behari. Ai ishte më i rezervuar se Arifi, por kur fliste, zëri i tij kishte një ngrohtësi që të bënte të ndiheshe e sigurt. Në projektin ton, po thoshte Arifi, kemi dashur të krijojmë një hapësirë që respekton të shkuarën, por përqafon të ardhmen. Sepse ne, si njerëz, jemi të dyja, historia jon dhe ëndrat tona. Aplaudizmente forta mbushën sallën. Kur binjakët zbritën nga skena, Aisha u afrua. Ishte i mrekullueshëm, tha ajo, vërtet frymëzues. Faleminderit, tha Arifi duke ndjerë një nxehtësi të çuditshme në fytyrë. Kjo do të thotë shumë, veçanërisht nga dikush që organizoi këtë konferencë të mahnitshme. Elif më ndihmoi shumë, tha Aisha duke e thirrur motrën. Elifi u afrua me një buzëqeshje. Vërtet ishte i bukur projekti. Faleminderit, tha Behari. Kemi punuar mbi të për muaj. Duket qartë, tha Elifi. Një heshtje çuditshme ra, por jo e pakëndshme. Ishte sikur të katërt po përpiqeshin të kuptonin çfarë po ndodhte mes tyre. A do të rini në Istanbul për disa ditë? Pyeti Aisha përpara se të mund të ndalonte veten. Po, tha Arifi. 3 ditë të tjera. Do të donim ta eksplorojmë qytetin. Ne mund ju tregojmë, tha Elifi me entuziazëm, pastaj u skuq. Nëse dëshironi natyrisht. Arifi dhe Behari shkëmbye një vështrim. Do të ishte e mrekullueshme, tha Behari. Dhe ashtu, me atë pajtim të thjesht, 4 jetë filluan të thureshin së bashku. Dita e parë filloi në xhamin blu. Aisha dhe Elifi pritën binjakët jashtë hotelit të tyre në orën 9 të mëngjesit. Mirëmëngjes, tha Aisha, duke veshur një fustan të gjatë blu dhe një shall të bardhë. Mirëmëngjes, tha Elifi, e veshur më rastësisht me xhinse dhe një bluzë të kuqe. Ju dukeni të mrekullueshme, tha Arifi, dhe të dyja motrat buzëqeshën. Ecën nëpër rrugët e vjetra të Sultan Ahmedit. Arifi ecte pranë Aishës, ndërsa Behari pranë Elifit. Sikur në mënyrë të natyrshme, ata ishin ndarë në 2 çifte. Çfarë mendoni për Istanbulin? Pyeti Aisha ndërsa hynin në oborrin e xhamisë. Është sikur të ecësh nëpër histori, tha Arifi. Çdo gur ka një tregim. Saktësisht kështu e ndjej edhe unë, tha Aisha, duke e shikuar me admirim. Brenda xhamisë, drita e filtruar nga vitralet krijonte një atmosferë magjike. Arifi dhe Aisha qëndruan pranë, duke shikuar lart te kupula e mrekullueshme. A i dini, filloi Aisha, që kjo xhami është ndërtuar për të konkuruar bukurinë e Hagia Sofis, por ka arritur të krijojë bukurinë e vat, tha Arifi. Nuk ka nevojë të konkurojë, është perfekte ashtu siç është. Aisha e kuptoi që ai nuk po fliste vetëm për xhamin. Zemra i ra në rahje. Nga ana tjetër, Behari dhe Elif po shëtisnin në kopshte. A e dini që jemi binjake të ralla? Tha Elif. Monozigote, si ju. Vërtet? Tha Behari me interes. Edhe ne, nëna na tregon se kur ishim fëmijë edhe ajo nuk mund të na dallonte. Edhe prindrit tan, qeshi Elif. Njëherë babai im më dënoi mua për diçka që kishte bërë Aisha. Na ka ndodhur edhe neve, tha Behari duke qeshur. Por nuk i tregova kur babait. Aisha duket si vajzë mirë. O, ajo është, tha Elif. Më e mira, por edhe më e rrept. Unë jam ajo e çmendura. Nuk duket e çmendur, tha Behari duke e shikuar me butësi. Elif ndjeu diçka të ngrohtë në gjoks. Ju nuk më njihni akoma. Do të doja, tha Behari me zë të qetë. Elifi e shikoi me sy të gjerë. Askush nuk i kishte thënë kur diçka kaq të drejtë për drejtë. Në drek, shkuan në një restorant të vogël pranë Bosforit. Ulur në një tavolinë me pamje nga deti, katrushe filluan të ndahen më shumë.
Pra ju jeni arkitekt? Pyeti Elif. Po, kemi studiuar së bashku, punojmë së bashku, i bëjmë gjithçka së bashku. Si ne, tha Aisha, edhe ne kemi zgjedhur fusha të ngjashme për të qenë pranë. A është e vështirë të jesh gjithmonë me të njëjtin person? Jo, thanë të dyja motrat njëkohësisht, pastaj qeshën. Është sikur të kesh një pjesë të vetvetes pranë, të kuptohet pa folur. Saktësisht, tha Arifi duke shikuar Beharin. Ata hëngrën meze turke, humus, patliçan të pjekur, sallat çoban. Folën për gjithçka, për ëndrat, për familjet, për jetën. Orët fluturuan. Kur ishim fëmijë, tha Behari, unë dhe Arifi shtiresnim se ishim superheronj. Ai ishte logjika, unë isha zemra. Dhe së bashku ishim të pamposhtur, shtoi Arifi duke qeshur. Si ne, tha Elif. Aisha është truri, unë jam njënjat. Nuk është krejtë e saktë, protestoi Aisha. Po, është, thanë tre të tjerët njëkohësisht, dhe të gjithë qeshën. Ndërsa dielli po perëndonte, ecën përgjatë Bosforit. Valët e vogla godisnin Bregdetin. Lundrat kaluanin me drita që ndritnin në rrësirën e mbrëmjes. Arifi dhe Aisha mbetën pak mbrapa. A mund t'ju pyes diçka? Tha Arifi. Sigurisht. Pse studiuat letërsi? Aisha mendoi për një moment, sepse fjalët kanë fuqi. Ato mund të ndërtojnë ura mes njerëzve, të shërojnë plag, të ndryshojnë botën. Dhe ju, pse arkitektur? Për arsye të ngjashme, tha Arifi me një buzëqeshje. Ndërtesat janë si poezi në gur. Ato tregojnë kush jemi, çfarë besojmë, si dëshirojmë të jetojmë. Jeni poet, tha Aisha me butësi. Jo, thjesht dikush që po përpiqet të vijë fjalët e duhura pranë jush. Aisha ndjej lotët të i vinin. Askush nuk i kishte thënë kur diçka kaq të bukur. Përpara, Behari dhe Elif po bisedonin për art. Çfarë pikturoni? Pyeti Behari. Ëndra. Ndjenja që nuk mund t'i shprehi me fjalë. Ngjyra që shprehin atë që zemra nuk guxon ta thotë. Duket bukur. Është i vetmi vend ku ndjehem vërtet e lirë. Kur mbaj furçën, gjithçka tjetër zhduket. Kuptoj, tha Behari. Kur vizatoj, ndihem e njëjtë. Më trego diçka nga vizatimet e tua? Tha Elif me entuziazëm. Behari nxori telefonin dhe ja tregoi disa skica. Elif i shikoi me gojë hatur. Këto janë të mrekullueshme. Kaq detaj, kaq emocion. Faleminderit, tha Behari duke u skuqur. Jo, seriozisht, insistoi Elif. Ke talent të vërtet. Behari shikoi me mirënjohje. Askush nuk më ka thënë ndonjëherë këtë. Sepse nuk e kam parë me zemër, tha Elif. Por unë po. Në fund të mbrëmjes, kur u ndan jashtë hotelit, kishte një ngurim. Askush nuk donte që ajo ditë të mbaronte. Nesër? Pyeti Aisha. Patjetër, tha Arifi. Pallati Topkapi, sugjeroi Elifi. Do t'jemi gati, tha Behari. Ndërsa motrat largoheshin me taksi, Arifi dhe Behari i shikuan derisa u zhdukën. Vëlla, tha Behari, po më ndodh diçka. E di, tha Arifi. Edhe mua. Çfarë bëjmë? Arifi u kthye nga vëllai. Nuk e di, por di që nuk mund ta injorojmë. Atë natë, asnjë prej katërve nuk flinte, secili shikonte në tavanin e dhomës së tyre, duke menduar për tjetrin, duke e ditur që diçka e jashtëzakonshme kishte filluar. Dita e dytë ishte edhe më magjike. Vizituan pallatin Topkapi, ku qëndruan në harem, duke dëgjuar historitë e dashurisë dhe tradhtisë që kishin ndodhur aty shekuj më parë. Imagjinoni, po thoshte Aisha, sa gra kanë jetuar këtu, duke pritur për një moment vëmendje nga sultan. Duhet jetë qenë e trishtuar, tha Arifi. Dashuria e vërtet nuk pret, ajo ndodh. Aisha e shikoi, dhe në atë moment, të dy e dinin. Ajo që po ndodhte mes tyre nuk ishte një aventurë turistike, ishte diçka e vërtet, diçka e thellë. Në kopshtin e pallatit, Behari dhe Elifi urën në një pemë lulesh. Elif, filloi Behari me ngurim. E di që sa po jemi takuar, por duhet të ta them. Ndjem sikur të njoh prej vitesh. Elif ndjei zemrën t'i kërcente. Edhe unë. Kjo është e çmendur apo jo? Tha Behari duke qeshur nervozisht. Po, tha Elif, plotësisht e çmendur, por më pëlqen.
Behari zgjati dorën dhe me ngadalë, me kujdes, e mori dorën e Elif. Ajo nuk e tërhoqi. Në vend të kësaj, gishtat e saj u thurën me të tijat. Nëna ime do të më vras, tha Elif me një qeshje të lehtë. Nëna ime do të më zhdukes, tha Behari. Dhe të dy qeshën, por në zemër, të dy e dinin që kjo nuk ishte shaka. Drekën e hëngrën ne e minony, duke provuar ballik ekmek, buk me peshk, të pjekur pran urës së Gallatës. Ajri ishte i përmbushur me aromën e detit dhe zërat e shitësve. Kjo është shpirti i Stambollit, tha Aisha. Kaosi i organizuar, ku gjithçka përshtatet. Si dashuria, tha Arifi pa menduar, pastaj u skuq. Aisha e shikoi me një buzëqeshje të butë. Po, si dashuria. Pasditen e kaluan në Istiklal Xhadesi, duke ecur në përshitoret e mbushura. Hyn në librari, kafene, dyqane muzike, çdo moment i bënte më të ngultur. Mbrëmjen e fundit, shkuan në Gallata Tower. Nga lartësia, e gjithë Stambolli shtrihet përpara tyre. Bosfori, që ndan dy kontinentet, xhamit me minaret që prekin qiellin, dritat pa caktuara si yje në tokë. Është magjik, murmuriti Elif. Po, tha Behari, por ai nuk po shikonte qytetin, po e shikonte atë. Aisha dhe Arifi qëndroan në anën tjetër të platformës, duke shikuar perëndimin e diellit. Nesër nisemi, tha Arifi me zë të mërzitur. E di, tha Aisha, nuk dua. Aisha u kthye të shikonte. Edhe unë. Aisha, tha Arifi duke zënë kurajo. E di që kjo t'i ngëllon e çmendur, jemi njohur vetëm 3 ditë, por ndihem sikur gjithë jetën time kam pritur për ty. Lot mbushën sytë e Aishës. Arif, nuk kërkoj përgjigje tani, tha ai me shpejtësi, por dua ta dish që do të kthehem dhe do të shoh përsëri. Premtim? Pyeti Aisha me zë të dridhur. Premtim, tha Arifi duke i marrë duart. Në atë moment Behari dhe Elif u afruan. Ishte e qartë që edhe ata kishin pasur një bisedë të ngjashme. Duhet t'u tregojmë prindërve, tha Elif me zë të vogël. Të dyja? Pyeti Aisha. Të dyja, konfirmoi Elif. Katërshe e dinin që kjo do të ishte sfida e parë e vërtet. Fluturimi i kthimit ishte i heshtur. Arifi dhe Behari uleshin pranë njëri tjetrit, secili i zhytur në mendimet e tij. Si do t'ua themi? Pyeti Behari përfundimisht. Me të vërtetën, tha Arifi. Çfarë tjetër mund të bëjmë? Babai do të thotë që jemi të çmendur, që i kemi njohur vetëm 3 ditë. Por ti e di se çfarë ndjen, tha Arifi duke e shikuar vëllan. Dhe unë e di se çfarë ndjej. Kjo nuk është një lloj emocioni i çastit. E di, tha Behari duke mulur kokën, por ato janë turke, Arif. Familja jona do, ndërpreu Arifi, do të kuptojnë. Por kur mbërritën në shtëpi, kuptuan që kjo nuk do të ishte aq e thjeshtë sa mendonin. Nazmia i përqafoi të dy djemtë me lot gëzimi. Më keni munguar çdo minutë. Edhe ti na ke munguar, nën, tha Arifi duke puthur. Ramizi u dha shuplaka të lehta në shpinë. Si ishte Stambolli? I mrekullueshëm, baba, tha Behari. Atë mbrëmje, në darkë, Nazmia kishte përgatitur gjellë tradicionale, fli, baklava. Tregoni gjithçka, çdo detaj. Arifi dhe Behari shkëmbye një vështrim. Konferenca shkoi shumë mirë, filloi Arifi. Projekti ynë u prit me entuziazëm. Krenare jam, tha Nazmia. Dhe eksploruam qytetin, vazhdoi Behari. Takuam njerëz interesant. Çfarë lloj njerëzish? Pyeti Ramizi, duke ndjerë diçka në tonin e djalit. Arifi mori frym thellë. Baba, nën, ne takuam 2 vajza. Heshtje ra në tryez. Nazmia la pirunin poshtë. Ramizi ngriti vetullat. Vajza? Tha Nazmia. Po, tha Behari. Motra binjake, si ne. Turke? Pyeti Ramizi me zë neutral. Po. Heshtja u bë më e rëndë. O djermët e mi, filloi Nazmia me zë të lodhur. Ju sa po i takuat? 3 ditë. Ju nuk... Nën, ndërpreu Arifi, e di se tingëllon e çuditshme. Por kjo është e vërtet, më e vërtet se çdo gjë që kam thirrë ndonjëherë. Arif, sa Ramizi duke u përkulur përpara, dashuria nuk ndodh në 3 ditë. Kjo është infatuation, tërheqje, do të kaloj. Jo baba,
tha Behari me forcë, nuk do të kaloj, nuk është vetëm tërheqje. Nazmia filloi të qante. Ju po na lini për vajza që as nuk I njihni si duhet, turke që jetojnë në një vend tjetër. Nuk po ju lëm, tha Arifi duke u gjunjëzuar pranë nënës. Ju do të jeni gjithmonë familja jon, por ato janë pjesa tjetër e shpirtit ton, e ndjejnë nën, siç e ndjen ti baban. Nazmia e shikoi djalin me lot. Kur takova babain tënd, familja tona jetoni në të njëjtën lagje, njihnim të njëjtët njerëz, ndanim të njëjtën kulturë, ju po flisni për vajza nga një botë tjetër. Bota po ndryshon nën, kufit nuk janë më sa ishin dikur. Ramizi tundi kokën. Ju nuk e kuptoni sa e komplikuar është kjo. Traditat, feja, familja, ata kanë prindër që ndoshta nuk pranojnë djem shqiptar. Ne kemi familje të zgjeruar që do të flasin. E dim të gjitha këto, por a nuk vlen më të luftosh për dashurinë se sa të jetosh në sigurinë e së njëjtës, por pa zemër? Nazmia e shikoi burrin e saj. Ramizi ul më thellë në karrige. I jepuni kohë, tha përfundimisht Ramizi. Nëse është e vërtet, do të qëndroj. Nëse jo, do ta kuptoni vetë. Nuk ishte bekimi që ata donin, por ishte një fillim. Në Istanbul, Aisha dhe Elif po përballeshin me një skenë të ngjashme. E kishin ftuar Fatma Hanum dhe Mehmet Bey për një darkë të veçantë në apartamentin e tyre. Mehmet e ndjente që diçka po ndodhte. Vajzat e tij ishin të shqetësuara, nervozosh. Çfarë po ndodh? Pyeti ai pasi ulën për të ngrënë. Aisha dhe Elif shkëmbyen një vështrim. Baba, a ne? Filloi Aisha duke përdorur fjalën turke për nën. Na ka ndodhur diçka e bukur. Tregoni, tha Fatma me butësi. Në konferencë, vazhdoi Elif, takuam 2 djam, vëllezër binjak nga Kosova. Mehmet vendosi lugën poshtë me ngagal, shqiptar. Po baba. Fytyrën e Mehmet u errësua. Dhe jemi dashuruar, tha Aisha me zë të qetë por të vendosur. Të dyja? Pyeti Fatma me shqetësim. Po ane, me secilin nga njëri. Mehmet u ngrit nga tavolina. Jo. Baba, filloi Elif. Ju I takuat për 3 ditë, thirri Mehmet. 3 ditë. Dhe po më thoni që jeni dashuruar? Po, thanë të dyja motrat njëkohësisht. Mehmet filloi të ecte përpara e mbrapa. Jam një burr I hapur. Kam pranuar klient nga të gjitha vendet në dyqanin tim. Po vajzat e mia nuk do të martohen me të huaj. Nuk janë të huaj, janë shqiptar. Ne ndajmë historinë, ndar besimin. Nuk ndajmë gjuhën, ndërpreu Mehmet. Nuk ndajmë traditat. Si do të komunikoni me familjet e tyre? Si do të jetoni? Me dashuri, tha Elif me thjeshtësi. Mehmet e shikoi vajzën më të vogël me dhimbje. Elif, ti je aq e re, aq naive. Dashuria nuk mjafton. Kërkohet respekt, tradit, familje që mbështesin. Dhe ne do t'i kemi të gjitha këto, por duhet na jepni një shans. Fatma, që kishte qëndruar hesh deri tani, foli. Vajzat e mia, unë nuk jam nëna juaj biologjike, por ju kam dashur si të mijat që kur ishit të vogla. Dhe pikërisht për këtë arsye jam e shqetësuar. Burrat shqiptar, dëgjova që janë të fortë, dominant. Vajzat turke rrihen të janë të pavarura. Ane, tha Aisha duke e marrë dorën e Fatmës. Arifi dhe Behari nuk janë kështu. Ata janë të butë, të respektueshëm, inteligjent. Na dëgjojnë, na vlerësojnë. Si mund ta dini pas 3 ditësh? Pyeti Fatma. Sepse një grua e di, tha Elif. Në zemër, ajo e di. Mehmet u ul përsëri, duke mbajtur kokën në duar. Ju do të më vrisni me shqetësim. Baba, tha Aisha duke u gjunjëzuar pranë tij. Ne nuk po kërkojmë të martohemi nesër, po kërkojmë vetëm një shans të njihim këta djem si duhet. Të shohim nëse kjo që ndjejmë është e vërtet. Mehmet e shikoi vajzën më të madhe. Dhe nëse është, atëherë do të luftojmë për të, tha Aisha, me respektin tuaj ose pa të, por preferojmë me bekimin tuaj. Mehmet ndjej lotë duke I ardhur. Ju jeni gjithçka që kam. Gjithë jeta ime ka qenë për ju. Dhe ne do të jemi gjithmonë vajzat e tua, tha Elif duke përqafuar. Por tani duhet të jemi edhe diçka më shumë. Duhet të jemi gra që zgjedhin rrugën e tyre.
Fatma e vështroi të dy vajzat, pastaj burrin e saj. Mehmet, ti nje vajzat tona, ato nuk janë të pamendruara. Nëse thonë që kjo është e vërtet, ndoshta duhet t'i besojmë. Mehmet mori frymë thellë. Sillni këtu, këta djem shqiptar. Duhet i takoj, duhet i shoh me sytë e mi. Ishte një hapje vogël, por një hapje megjithatë. Javët që pasuan ishin torture ëmbël. Arifi dhe Aisha, Behari dhe Elif bisedonin çdo ditë. Mesazhe në mëngjes, telefonata në darkë, videothirrje natën vonë. Më mungon fytyra jote, i thoshte Arifi Aisha përmes ekranit. Edhe mua, përgjigje Aisha duke prekur ekranin sikur të mund ta prekte atë. Ata ndanin gjithçka, ëndrat e tyre, frikrat, çdo moment të vogël të ditës. Arifi ja tregonte Aisha skicat e tij të reja. Aisha ja lexonte Arifi poezitë që shkronte natën vonë. "Dëgjoj këtë", thoshte Aisha. Në dy brinjgje të detit, dy shpirtra prekin. Distanca i ndan, por zemrat i afrojnë. Fjalët fluturojnë si pëllumbat e bardhë, duke mbajtur premtime të një dite më të afërt. "Është e bukur", murmuriti Arifi me zë të ngrohur. "Je e bukur." Behari dhe Elif zhvilluan ritualin e tyre. Çdo të diel në mëngjes, pavarësisht zonës kohore, bënin një datë artit virtuale. Secili vizatonte ose pikturonte diçka, pastaj ja tregonte tjetrit. "Ja çfarë bëra", thoshte Elif duke mbajtur një pikturë me ngjyra vibrante. Dy figura, të pandara, por të lidhura me një fije të artë. "Ne?", pyeste Behari. "Ne", konfirmonte Elif me një buzëqeshje. Por distanca ishte e vështirë. Kanet kura i shaqante duke ndjer peshën e zgjedhjes që po bënte. "Çfarë po bëj me Elif?", pyeste ajo motrën një natë. "Po i lëm prindërit tanë të mërziten për djem që as nuk i njihnim mirë?" "Ti e njeh Arifin", thoshte Elif me bindje. "E njeh në zemër dhe kjo është mjaft." Në Prishtinë, Arifi dhe Behari po përballeshin me presionin e familjes së zgjeruar. "Dëgjova që djemtë tuaj po dalin me turka", thoshte teze Shpresa një ditë duke ardhur për vizitë. "Nuk është puna jote, Shpresa", thoshte Ramizi me zë të mërzitur. "Si nuk është? Jemi familje. Çfarë do të thonë njerëzit?" "Njerëzit mund të thonë çfarë të duan", thoshte Nazmia me forcë të re. "Djemt tan janë të lumtur. Kjo është gjëja e vetme që ka rëndësi." Por nuk ishte e lehtë. Çdo ditë kishte komente, pyetje, gjykime. Lagja filloi të fliste. Disa ishin mbështetës, por shumë ishin kritik. "Vallë nuk ka vajza shqiptare?", thoshin plakat në treg. Por Arifi dhe Behari nuk hoqën dorë. Çdo natë flisnin me Aisha dhe Elif, duke u forcuar njëri tjetrin. "Një ditë", premtonte Arifi, "do të jemi së bashku, pa ekrane mes nesh." "Një ditë", pajtohet Aisha, "por deri atëherë kjo mjafton. Ti mjafton." Pas 3 muajsh, erdhi momenti i vërtet. Aisha dhe Elifi kishin bindur Mehmet dhe Fatmin të ftonin Arifin dhe Beharin në Istanbul për një vizitë zyrtare. "Ky është shansi yt", i kishte thënë Mehmet Aisha. "Prindrit e tyre vinë gjithashtu. Do të flasim si familje." Nazmia dhe Ramizi nuk ishin të sigurt, por dashurinë e pandalur të djemve të tyre, më në fund i kishte bindur. "Do të vim", kishte thënë Ramizi, "por jo për të bekuar diçka që nuk kemi parë. Do të vim për të gjykuar vetë." Dita e mbërritjes ishte plot tension. Arifi dhe Behari erdhën me prindërit e tyre në aeroportin e Stambollit. Aisha dhe Elif prisnin me zemra duke rahur. Kur Aisha pa Arifin duke dal nga porta, këmbët gati nuk e mbajtën. Ishin 4 muaj që nuk ishte prekur, që nuk e kishte ndjer në afërsi. "Aisha", murmuriti Arifi, dhe në atë emër ishte gjithë malli i botës. Por nuk mund të përqafoheshin. Jo para prindërve, jo ende. Elif dhe Behari shkëmbdien një vështrim plot dëshirë dhe durim. Mehmet u përshëndet me Ramizin formalisht, dy burrat matën njëri tjetrin me syt, secili duke përpjekur të lexojë tjetrin. "Mirë se erdhët në Stamboll", tha Mehmet. "Falminderit për mikpritjen", tha Ramizi. Nazmia dhe Fatma u përshëndetën më ngrohtësisht.
si dy nëna që kuptonin frikën dhe shpresën njëra të tjetrës. Vajzat tuaja janë të bukura, tha Nazmia. Djemt tuaj janë kalorës, tha Fatma me një buzëqeshje të vogël. Darkën e organizuan në apartamentin më të madh të Mehmetit, mbi dyqanin e çajit. Fatma kishte përgatitur një banket të vërtet turk. Dolma, kebab, pilav, baklava. U ulën rreth një tavoline të madhe. Atmosfera ishte e ngurtë, plot tension të pafolur. Pra, filloi Mehmet pasi të gjithë filluan të hanin, djemtë mi, tregoni për veten. Arifi mori frym. Jemi arkitekt Mehmet Bey. Kemi studiuar në Universitetin e Prishtinës dhe tani kemi studion ton. Dhe jeni të suksesshëm? Pyeti Mehmet. Jemi duke u rritur, tha Behari. Biznesi është i vogël por stabil. Familja? Pyeti Mehmet. Prindrit tan, një teze, 2 xhaxhallar dhe familjet e tyre, tha Arifi. Familje e ngushtë por e dashuruar. Ramizi ndërhyri. Mehmet Bey, leti jemi të drejt për drejt. Djemtë tan na thanë që janë dashuruar me vajzat tuaja, pas vetëm 3 ditësh. Si baba, kam të drejtë jem skeptik. Edhe unë, pajtohet Mehmet, por vajzat e mia insistojnë që kjo është e vërtet. Dhe ju çfarë mendoni? Pyeti Nazmia Fatmën. Fatma mendoi për një moment. Mendoi që dashuria nuk pyet kur. Ndonjëherë ndodh në një moment, ndonjëherë rritet me kohë, por kur është e vërtet, zemra e di. Por dashuria e vërtet duhet të testohet, tha Ramizi, përballë sfidave, distancës, kulturës, dhe ne jemi gati ta testojmë, tha Aisha me zë të fortë. Të gjithë u kthyen ta shikonin. Me respekt baba Ramiz, nëna Nazmie, ne nuk kemi fëmijë, jemi gra të rritura që e dim çfarë duam. Dhe ne jemi burra të rritur që e dim çfarë ndjejmë, shtoi Arifi. Mehmet i shikoi vajzat e tija. Por si do të funksionoj? Ju jetoni këtu, ata atje. Një prej nesh do të zhvendoset, tha Behari. Ose të gjithë 4 do të gjejmë një vend të mesëm. Ju keni planifikuar gjithçka? Pyeti Ramizi me një përzierje mërzie dhe admirimi. Jo gjithçka, tha Arifi. Por kemi besim që me dashuri do të gjejmë rrugë. Nazmia fshiu një lot. Çfarë për fëmijët? Si do t'i rrisni? Me çfarë gjuhë? Çfarë tradite? Me të dyjat, tha Elif. Me të gjitha. Fëmijët tanë do të jenë ura mes 2 botëve. Heshtje ra. Pastaj, papritur, Fatma filloi të qesh. Mehmet, kujto kur më kërkove në martesë. Babai im tha të njëjtën gjë, që nuk do të funksiononte, që ishe shumë e re, që ti ishe i varfër. Mehmet buzëqeshi përkundër vetes. Dhe ai kishte të drejtë për të gjitha, përveç për një gjë. Çfarë? Pyeti Elif. Që dashuria jon ishte më e fortë se të gjitha këto, tha Mehmet duke marrë dorën e Fatmës. Ramizi shikoi Nazmien. Ti çfarë thua grua? Nazmia shikoi djemtë e saj. Djemtë që i kishte rritur, ushqyer, dashuruar. Pastaj shikoi vajzat turke që i kishin vjedhur zemrat e djemve të saj. Them që nëse kjo është vullneti i Zotit, kush jemi ne të ndërhyjmë? Ishte sa duhet. Ishte fillimi i bekimit. Familjet ishin pajtur me një kompromis, 6 muaj prove. Gjatë kësaj kohe, çiftet do të takoneshin rregullisht, do të njiheshin në thellësi dhe në fund do të vendosnin nëse ishin të gatshëm për martesë. 6 muaj, kishte thënë Mehmet. Nëse pas 6 muajsh ende ndjen të njëjtën, do të kem bekimin tim. Muaji i parë ishte i bukur. Arifi dhe Aisha shëtitnin përgjatë Bosforit. Të them një sekret, tha Aisha. Gjithmonë. Kam filluar të mësoj shqip. Arifi u ndal dhe e shikoi me gojë hapur. Vërtet? Po, dua të mund të flas me familjen tënde. Dua që fëmijët tanë të dëgjojnë gjuhën tënde nga goja ime. Arifi ndjej lot duke ju ardhur. Aisha, ti je gjithçka. E tërhoqi në një përqafim të gjatë, duke mos u kujdesur kush po i shihte. Behari dhe Elif zhvilluan ritualin e tyre. Çdo të shtunë shkuan në një muze të ndryshëm ose galeri. Arti është gjua jon, thoshte Elif, kur nuk kemi fjalë, kemi ngjyra. Një ditë, në Muzeun e Artit Modern,
ndaluan para një pikture abstrakte, ngjyra të kuqe dhe blu duke u thurur së bashku. Kjo jemi ne, tha Behari, dy ngjyra të ndryshme, por kur përzihen, krijojnë diçka të ri. Elifi e puthi në faqe atje në mes të muzeut, para të gjithëve. Ti je poeti im. Por jo çdo moment ishte i ëmbël. Muaji i dytë solli sfidat e para. Teze Shpresa erdhi përsëri në shtëpinë e Krasniqve, këtë herë me gjithë familjen e saj. Ramiz, Nazmie, duhet të flasim, tha ajo me ton solem. Për çfarë Shpresa? Pyeti Ramizi me lodhje. Për djemt, e gjithë familja është e shqetësuar. Martesat me turke, kjo nuk është tradita jon. Tradita ndryshon, tha Nazmia me forcë. Jo, traditat themelore, insistoi Shpresa. Djemt duhet të martohen me shqiptare, të rrisin fëmijë shqiptar, të ruajnë kulturën tonë. Arifi, që dëgjonte nga dhoma tjetër, nuk mundi më. Hyri në sallë. Teze Shpresa, tha ai me zë të qetë për të fortë. Me respekt, kjo nuk është vendimi yt. Arif, protestoi Nazmia. Jo nën, duhet ta them. O kthyre nga Shpresa. Teze, e kuptoj shqetësimin tënd. Por Aishe nuk është thjesht turke. Ajo është gruaja që do, gruaja që më kupton, gruaja që dua të kaloj jetën time. Dhe nëse kjo do të thotë që disa anëtar të familjes nuk do ta pranojnë, atëherë kjo është një sakrificë që jam gati ta bëj. Heshtje e rëndë ra. Pastaj, papritur, Xhaxha Ismet, vëllai më i madh i Ramizit, foli. Djali ka të drejtë. Të gjithë u kthyen ta shikonin me mahnitje. Kur isha e ri, vazhdoi Ismet, u dashurova me një vajzë nga Maqedonia. Familja më ndaloi. Thonin që ishte shumë larg, shumë e ndryshme. Dëgjova. Martohem me dikë që familja zgjodhi. Dhe çdo ditë të jetës sime kam përsosur atë vajzë që lash. Lotët mbushën sytë e Ismet. Mos i bëni të njëjtën gabim djemve. Nëse ata thonë që kjo është dashuri e vërtet, besojni. Shpresa nuk kishte më çfarë të thoshte. Disa prej familjes u larguan të mërzitur, por disa, si Ismet, qëndruan dhe premtuan mbështetje. Muaji i tretë solli një krizë më të madhe. Aishe kishte një ofertë për të studiuar për një master në letërsi në Paris. Është mundësia ime e jetës, i tha ajo Elif duke qarë, por do të thot një vit larg Arifit. Atëherë mos shko, tha Elif. Por çfarë nëse ai mendon që po sakrifikoj ëndrat e mia për të? Çfarë nëse një ditë më fajson? Flit me të, këshilloi Elif. Atë natë, Aishe ja tha Arifit për ofertën. Nëpërmjet ekranit, pa fytyrën e tij duke u errësuar. Paris? Tha ai. Po. Heshtje. Arif, thuaj diçka. Çfarë të them, që jam i lumtur që po shkon një vit larg, që distanca nuk më dhem tashmë? Kjo nuk është e drejtë, tha Aisha duke qarë. Nuk e kërkova këtë. Arifi mori frymthell. Ke të drejtë, më fal. Aisha, dëgjoj. Nëse kjo është ëndra jote, duhet ta bësh. Nuk do të mbajmë brapa. Por çfarë për ne? Ne do të mbijetojmë. Një vit është asgjë në krahasim me gjithë jetën që do të kalojmë së bashku. Je i sigurt? Jo, prandoi Arifi me një qeshje të hidhur. Kam frikë që do të më harrosh, që do të takosh dikë tjetër, që distanca do të na ndaj, por kam më shumë frikë të shoh duke u mërzitur për ëndrat që le pas. Aisha qau më fort. Të dua kaq shumë. Edhe unë, dhe pikërisht për këtë, dua që ti të jesh e lumtur, edhe nëse do të thotë që do të vuaj. Por Aisha vendosi të mos shkonte. Në vend të kësaj, pranoi një pozicion mësimi në Universitetin e Bosforit. Kjo është zgjedhja ime, i tha ajo Arifit, jo për ty, por për ne. Megjithatë, incidenti kishte lënë të dy të shqetësuar. Çfarë sakrificash të tjera do të duheshin? Muaji i katërt solli sfidën më delikate, besimi. Një ditë, Fatma pyeti Aishën në privatësi. Vajza ime, e ke menduar për martesën? Si do të bëhet ceremonia? Ç'do të thot Ane? Bedahari dhe Arifi janë mysliman, por traditat e tyre janë të ndryshme nga tonat. Si do të ngrihen fëmijët? Ku do të martohen?
Aisha nuk ishte një përgjigje. Atë mbrëmje, ajo e ngriti çështjen Arifit. Nuk e ka menduar shumë, pranoi Arifi, por për mua feja është personale. Fëmijët tanë do të mësohen për të dyja traditat dhe do të zgjedhin vetë. Por nëna ime pret që të martohem në një xhami me imam, tha Aisha. Dhe nëna ime pret të njëjtën. Atëherë do të kemi 2 ceremoni, tha Aisha. Një në Prishtinë, një në Istanbul. Do të pranojnë familjet? Duhet, tha Aisha me vendosmëri, sepse kjo është edhe mja rrugë përpara. Por kur ja propozuan këtë familjarve, reagimi nuk ishte i mirë. 2 martesa, tha Mehmet. Sikur njëra të mos jetë e mjaftueshme? Babai im thotë të njëjtën, tha Arifi me frustrim. Atëherë çfarë bëjmë? Pyeti Behari, që po përballej me të njëjtat sfida me Elif. Luftojmë, tha Elifi me zë të fortë. Nëse duhet, do t'i bindim një nga një. Dhe kështu vepruan. Javët e ardhshme, 4 të rinj punuan për të ndërtuar ura. Arifi dhe Behari filluan të mësonin më shumë për traditat turke, Aisha dhe Elifi mësuan për zakonet shqiptare. Kjo është si të mësosh një valltare të re, tha Elifi një ditë. Në fillim, troket, por pastaj bëhet e natyrshme. Ngadalë, shumë ngadalë, familjet filluan të butohen. Muaji i 5 solli pyetjen e pashmangshme. Ku do të jetonin? Nuk mund të jetojmë të ndarë përgjithmonë, tha Behari gjatë një videothirrje me 4. E di, por ku? Prishtinë apo Istanbul? Ose një vend i tretë? Sugjeroi Aisha. Durrës, Tiranë, diçka në mes? Por çfarë për punët tona? Pyeti Arifi. Studio ime është në Prishtinë. Dhe puna ime është në Istanbul, tha Aisha. Tensioni u rrit. Për herë të parë nisi një grindje të vërtetë. Ti po pre që unë të lë gjithçka, familjen time, punën time, jetën time. Edhe unë po lë gjithçka, çdo ditë pa ty është torturë. Atëherë vi këtu. Nuk është kaq e thjeshtë. Biznesi im, vëllai im. Dhe çfarë për motrën time? Çfarë për jetën time? Thirrja përfundoi keq me të dy të mërzitur. Elif dhe Behari dëgjuan gjithçka. Ata kanë të drejtë të jenë të friksuar, tha Elif me lot. Ne po u kërkojmë të shkëpusin rrënjët. Por dashuria kërkon sakrificë, tha Behari. Sa sakrificë është shumë? Nuk ishte përgjigje të lehtë. Ishte Nazmia që propozoi zgjidhjen. Pse mos filloni në Istanbul? Tha ajo gjatë një videokonference me të gjitha familjet. Djemët mund të hapin një deg të studios atje. Pas disa vitësh, kur fëmijët vinë, mund të vendosni ku të vendoseni përgjithmonë. Mehmet u fabit. Ju do të pranoni që djemtë tuaj të jetojnë këtu? Nuk është për ato që dua, tha Nazmia me dinjitet. Por është për ato që djemtë e mi ka nevojë. Dhe nëse kjo do të thotë që i shoh më pak, por i shoh të lumtur, atëherë kjo është zgjedhja ime. Ramizi e mori dorën e gruas së tij. Nazmie, ti je zemra më e madhe që njoh. Fatma qau, ju jeni prindër të mrekullueshëm. Me këtë sakrificë të Nazmies, rruga u hap. Arifi dhe Behari do të lëviznin në Istanbul për të paktën 3 vjet. Do të hiqnin një apartament pranë Aisha dhe Elif. Do të ndërtonin një jetë së bashku. Faleminderit nën, tha Arifi me lot, nuk e meritonim. Po e meritoni, sepse keni duruar, keni luftuar, keni treguar që kjo është e vërtetë. Në fund të muajit të 6, Arifi dhe Behari planifikuan një surprizë. Ishin në një mbrëmje marsi, të njëjtin muaj, kur ishin takuar për herën e parë. E ftuan Aisha dhe Elif për një darkë të veçantë pranë kullës së Galatës. Psi jeni aq misterioz? Pyeti Elif duke qeshur. Do të shihni, tha Behari me një buzëqeshje të fshehtë. Kur arritën në restoran, gjithë tavolina ishte mbuluar me qërinj dhe lule. Çfarë është kjo? Pyeti Aisha duke ndjerë zemrën duke rrahur. Uluni, tha Arifi. Pasi ulën, Arifi dhe Behari shkëmbyen një vështrim. Pastaj, në të njëjtën kohë, ranë në një gjuhë. Aisha dhe Elifi i mbuluan gojët me duar. Aisha, filloi Arifi me zë të dridhur, 6 muaj më parë, hyre në jetën time dhe ndryshove gjithçka. Para teje, kisha një jetë të mirë, por me ty, kam një jetë të bukur. Më bëre një burrë më të mirë, më të fortë, më të plot, dhe nuk do të kaloj as edhe një ditë tjetër pa qenë yti.
Nxori një kuti të vogël dhe e hapi. Brenda shkëlqente një unaz me një diamant modest por të bukur. A do të martohesh me mua? Po, thirrja i she duke qarë. Po, po, po. Në të njëjtën kohë, Behari po bënte të njëjtën me Elif. Elif, tha ai, ti je ngjyra në jetën time. Para teje, gjithçka ishte bardhë e zi. Por ti më mësove të shoh botën në të gjitha nuancat e ylberit. Ti je arti im, poezia ime, kënga ime, dhe dua të krijojmë një jetë së bashku që është më e bukur se çdo pikturë. Po, qau Elif, patjetër po. Djemt vendosën unazat në gishtrinë e vajzave. Pastaj, për herë të parë në publik, pa turpo se frikë, 4 shqau përqafuan dhe u puthën. Restoranti shpërtheu në duartrokitje, por surpriza nuk kishte mbaruar. Dera u hap dhe hyn të gjithë prindrit, Nazmia dhe Ramizi, Mehmet dhe Fatma. Ju e dinit? Pyetja i she duke qeshur dhe qarë njëkohësisht. Sigurisht që e dinim, djemt kërkuan bekimin ton. Nazmia përqafoi Aishen. Mirë se erdhe në familjen ton, vajza ime. Fatma përqafoi Arifin. Do ta mbaj djalin tim me zemër. Atë natë 2 familje nga 2 vende u bën një. Do të jemi të martuar 2 herë, qeshte Elif. Aq të lumtur sa duhet 2 ceremoni për ta mbajtur. Përgatitjet ishin kaotike por plot dashuri. Nazmia dhe Fatma, që fillimisht ishin të kujdesshme me njëra tjetrën, u bën si motra. Valli pëlqen djali yt burekin? Pyeste Fatma. O po, por preferencat e tij janë për flijen time, qeshte Nazmia. Atëherë do të mësoj flije dhe ti do të mësosh dolma. Marrveshje. Ashe dhe Elif po zgjedhin fustanet. Donin të vishen identikisht, si gjithmonë kishin bërë. Por kjo herë me një dallim të vogël, tha Aisha. Ti do të kesh një lule të kuqe, unë një blu, kështu djemt do të mund të na dallojnë. Sikur të kenë nevojë për lule për ta ditur, qeshi Elif. Arifi të di ty me një shikim. Si Behari ty. Motrat u përqafuan. Jam e lumtur që do të martohemi së bashku, tha Elif. Nuk mund ta imagjinoj ndryshe. As unë, tha Aisha. Arifi dhe Behari po përgatiseshin me ndihmën e Ramizit. Djemtë e mi, tha Ramizi një ditë ndërsa po provonin kostumet. Keni qenë bekimi im më i madh, dhe tani po ju jap vajzave që do t'ju bëjnë edhe më të lumtur. Baba, tha Arifi duke përqafuar. Gjithçka që jemi është për shkak teje dhe nënës. Jo, tha Ramizi duke fshirë lot. Ju jeni më shumë nga sa mund të kisha shpresuar ndonjëherë. Dita erdhi, një ditë qershori e ndritshme në Prishtinë. Qyteti ishte plot me lule, qielli ishte i kaltër i pastër dhe ajri ishte i mbushur me premtim. Ceremonia u mbajt në xhaminë e madhe. Familja e Yılmaz kishte ardhur nga Stambolli, jo vetëm Mehmet dhe Fatma, por edhe tezet, xhaxhat, kushërinjt. Ishte invazioni më i bukur që Prishtina kishte parë ndonjëherë. Aisha dhe Elif u përgatitën në një dhomë të veçantë. Fustanet e tyre ishin të bardhë si dëbora, me qëndisje të holla argjendi. Aisha e mbante lulen blu, Elif atë të kuqe. Je e bukur, tha Fatma duke e rregulluar velon e Aishes me duar që driten. Mos qani, se do të mbëjmë edhe mua, tha Aisha. Si të mos qaj, vajza ime po martohet. Nazmia hyri me një kollane të vjetër argjendi. Kjo ishte e nënës sime dhe e nënës së saj. Tani është e juaja. E vendosi në qafën e Aishes, pastaj në atë të Elifit. Ju jeni tani bija të mia, po aq sa djemt janë bi. Të treja gratë u përqafuan dhe qarën. Në anën tjetër, Arifi dhe Behari po përgatiteshin me Mehmet dhe Ramizin. Jam i nervozuar, pranoi Behari. Edhe unë, tha Arifi. Mehmet u vuri duart në supë. Djemtë e mi, ju i merrni vajzat më të çmuara të zemrës sime. I besoj juve më shumë nga sa i kam besuar dikujt tjetër. Mos më zhgënjeni. Nuk do ta bëj Mehmet Bey, tha Arifi me seriozitet. Ju jap fjalën time të nderit. Ramizi qau. Shif si burrat e mi janë rritur, dikur ishin djemë të vegjël që luanin në obor. Tani janë burra që po martohen. Muzika filloi. Ishte koha.
Xhamia ishte plot. Çdo vend ishte i zënë. Familja, miqt, edhe njerëzit nga lagja që kishin ardhur për të parë martesën historike të binjakëve me binjake. Imami qëndroi përpara. Arifi dhe Behari qëndronin në krah. Pastaj, në ritmin e muzikës tradicionale, Aisha dhe Elif hyn, shoqëruar nga Mehmet. Çdo sy u kthye, një gulçim i admirimi u dëgjua. Arifi ndjeu këmbët i dridhen kur pa Aishen. Ajo ishte aq e bukur sa dukej sikur po ndërronte. Behari kapi dorën e vëllait për mbështetje. Elifi ishte një lloj magjepse. Mehmet i çoi vajzat përpara. Lotët rrithnin në faqet e tij. Djemtë mi, tha ai me zë të lëkundur, kujdesuni për to më mirë nga sa unë kam bërë. Do ta bëjmë, premtuan ata. Imami filloi ceremoninë. Fjalët ishin tradicionale. Arif, a e merr Aishen si grua të likshme? Po, e marr, tha Arifi me zë të fortë dhe të qartë. Aishe, a e merr Arifin si burr të likshëm? Po, e marr, sa ishe me një buzëqeshje që ndriçonte dhomën. Behar, a e merr Elifën si grua të likshme? Po, e marr, tha Behari. Elif, a e merr Beharin si burr të likshëm? Po, e marr, tha Elif me gëzim. Atëherë me fuqinë që më është dhënë ju shpall bashkëshort dhe bashkëshorte, Allahu ju bekoft. Duar trokitje të furishme mbushën xhamin. Arifi dhe Aishe u përqafuan. Behari dhe Elif u puthën. Jashtë, njerëzit hodhën petale lulesh. Muzika tradicionale shqiptare filloi të luaj. Vale u formua. E jani, thiri Ismeti, të vallëzojnë për çiftet tona. Një vallëzim tradicional filloi. Burra dhe gra duke u mbajtur për dore, duke lëvizur në rreth, këndojnë këngë të vjetra, por pastaj dikush vuri muzikë turke dhe turqit u bashkuan me stilin e tyre. Ishte një kaos i bukur, një përzierje dy kulturave që po bëhej një. Ahingi u mbajt në një sallë të madhe jashtë qytetit. Tavolinat ishin të stolisura me lule të bardha dhe të kuqe. Qirinj ndriçonin dhomën dhe ere e ushqimit mbushte ajrin. Ishte një banket që kombinonte të dyja kuzhinat, pite shqiptare pranë dolma turke, kebab pranë kebab, raki pranë raki, sepse disa gjëra janë universale. Mehmeti u ngrit për të bërë një tost. Miqtë e mi, filloi ai në turkisht, më pas me shqip të brishme, që kish mësuar në 3 muaj. Unë jam krenart. Jo, krenari, e shikoj Ramizin për ndihmë. Krenari, ndihmoj Ramizi, duke qeshur. Krenari, për djemtë e mi të rinj dhe për vajzat e mia, jetë të gjatë. Të gjithë ngrit gotat, jetë të gjatë. Ramizu ngrit pas. Mehmet Bey, ti më ke dhënë bija, kur unë të dhash djemtë, kjo është shkëmbimi më i mirë i mundur. Faleminderit. Më pas në turqisht, teşekkür ederim, kardeşim. Faleminderit, vëllai im. Mehmeti e përqafoi Ramizin dhe të dy burrat qarën. Naxhmia dhe Fatma sollën tortën, një tort i madh 4 katshe me 2 çifte figurash në krye. Për binjakët tanë, than ato së bashku. Arifi dhe Aishe pritën tortën së bashku, duart e tyre bashkuar në thik. Behari dhe Elif bëm të njëjtën nga ana tjetër. 1, 2, 3. Numëruan dhe të gjithë 4 pritën njëkohësisht. Salla shpërtheu në duartrokitje dhe thirrje gëzimi. Pastaj erdhi koha për vallet të parë, por në vend që çdo çift të vallëzoj veçmas, Arifi kishte një ide. Le të vallëzojmë të 4, tha ai. Kështu që ata formuan një rreth, Arifi me Aishe, Behari me Elif, të 4 duke u mbajtur për dore, duke u rrotulluar në një valle të bukur. Muzika ndërroi nga valle shqiptare në halaj turk dhe përsëri, dhe 4-shja e ndjeku të gjithën. Jeni perfekt së bashku, thiri dikush, dhe ishin 4 pjesë të një puzzle-i, përfundimisht të bashkuar. Mbromja vazhdoi me valle këngë qeshje. Në një moment Xhaxhuej Ismet vallëzoi me teze Fatma. Kusherinji nga Stambolli mësoi valle shqiptare, motra nga Prishtina provoi halaj. Ishte si një simfoni ku çdo instrument luante notën e vet, për së bashku krijonin harmoni.
Në fund të natës, Arifi dhe Aishe, Behari dhe Elif qëndronin në balkon duke shikuar ylbert. E bëm, murmuriti Aishe. E bëm, përsëriti Arifi duke e përqafuar. Tani vjen pjesa e vështirë, tha Elif, të jesh i martuar. Jo, tha Behari, pjesa e vështirë mbaroi, tani vjen pjesa e bukur. Dhe nën yjet e Prishtinës, 4 zemra rahnin si një. Një javë më vonë, skenu përsërit në Istanbul, por me nuanca turke. Kësa here, ceremonia u mbajt në një xhami historike pranë Bosforit. Qielli ishte po aq i bukur, por era kishte erë deti. Familja Krasniqi ishte ardhur nga Prishtina, jo vetëm prindrit, por gjithë klani. Ismeti kishte ardhur, Shpresa kishte ardhur dhe ishte befasuar të pranoj që ishte gabuar. Kushërinjit miq të gjithë, Aishe dhe Elif u përgatitën në shtëpinë e familjes në Kadikoj. Kësaj here, fustanet kishin element turke, qëndisja otomane dhe velo me dantela tradicionale. Ndjeni ndryshimin? Pyeti Aishe motrën. Po, tha Elif, në Prishtinë ishim nuset e tyre, këtu jemi gratë tona. Të dyja janë të vërteta. Ceremonia ishte një lloj e bukur, por me ritme turke. Muzika ishte më melodioze, vallet më lëndore, ushqimi më i ëmbël. Kur Arifi pa Aishen duke hyrë, përsëri ndjeu atë goditje në zemër. Sa herë do të më rrëmbesh frymën, i pëshpëriti ai asaj. Çdo ditë për pjesën tjetër të jetës, u përgjigja ajo. Imami ishte më i vjetër, me mjekër të bardhë të gjatë dhe sy plot mençuri. Dashuria, tha ai në predikimin e tij, nuk njeh kufi. Nuk pyet për kombësi apo gjuhë. Ajo është gjua universale që zemrat flasin, dhe sot kemi dëshmi për këtë të vërtetë. Kur shpalli marrëdhënien e 11 të ligjshme, Mehmet qau, haptazi. Vajzat e mia, përsëriste ai. Fatma e përqafoi. Ato janë të lumtura bashorti im. Kjo është gjithçka që duhet. Recepcioni u mbajt në një restorant me pamje nga Bosfori. Ndërsa dielli perëndonte, qielli u pikturua me ngjyra portokalli dhe vjollc, reflektuar në ujë. Ky pamje është bekimi i Zotit, tha Behari. Jo, tha Elif duke e marrë dorën. Ti je bekimi im. Ushqimi ishte një fest. Meze të panumërta, peshk i freskët, sallat dhe për desert baklava që Fatma kishte bërë vetë. Kjo është më e mira baklava që kam ngrënë ndonjëherë, tha Arifi me sinqeritet. Fatma e puthi në faqe. Atëherë do të mësoj ta bësh, djali im. Muzika ishte një përzierje e përsosur. Muzikë turke, shqiptare dhe edhe disa këngë ndërkombëtare. Në një moment, ata luajtën Stand by Me dhe të gjithë katërushja vallëzuan së bashku, duke qeshur dhe qarë njëkohësisht. Kjo këngë është për ne. Çfarëdo që vjen, do të qëndrojmë së bashku. Gjithmonë, premtuan të tjerët. Nata përfundoi me fishek zjarre mbi Bosfori. Ndërsa qielli ndriçonte me ngjyra, 4 figura qëndruan në breg, duke u mbajtur për dore. 2 martesa, një dashuri, tha Arifi. 2 kultura, një familje, tha Aishe. 2 çifte, një shpirt, tha Behari. 1 jetë, një fat, përfundoi Elifi. Dhe ashtu, në zjarret që ndriçonin qiellin e Stambollit, filloi kapitulli i ri i jetës së tyre. Arifi dhe Behari zhvendosën në Istanbul, siç kishin premtuar, hiqin një apartament të madh në Kadikoj, vetëm 5 minuta nga Aishe dhe Elifi. Është e çuditshme, tha Behari natën e parë, duke shtrirë në dhomën të re. Gjithë jeta jon ishte në Prishtinë dhe tani jemi këtu. E çuditshme, por e sakte, tha Arifi nga dhoma tjetër. Ndihem në shtëpi sepse Aisha është këtu. Dita fillonte herët. Arifi dhe Behari kishin hapur një deg të vogël të studios së tyre, duke punuar me arkitekt lokal turke. Në fillim ishte vështirë, gjua, kulturat e biznesit, sistemi. Si thuhet blueprint në turqisht? Pyeste Behari një ditë duke u mërzitur. Proje, ndihmonte Aisha duke qeshur. Ajo kishte bërë mësimin e saj. Çdo ditë pas darke, jepte mësim turqishtja Arifit dhe Beharit. Ata mësonin, ndonjëherë ngadalë, ndonjëherë gabonin, por gjithmonë përpiqenin. Se ni se vjorum, provoi Arifi një ditë.
Shqiptimi i shkëlqyer, thiri Ajshe, por është seni seviorum, shqiptimi i s-s. Seni seviorum, përsëriti Arifi. Më mirë, dhe çfarë do të thotë? Të dua, tha Arifi duke e puthur. Elifi dhe Behari kishin rënë në një rutinë të bukur. Çdo paraditë të shtunën, shkuan në tregje të artit. Behari mësonte teknika të reja nga artiste lokale turke. Elifi tregonte vendet e fshehura të Stambollit që vetëm vendasit i dinin. Shiko këtë, tha Elif një ditë, duke e çuar në një rrugicë të ngushtë plot me muralete. Është mahnitëse, tha Behari. Kjo qytet është një art në vete. Dhe ti je arti im, tha Elif. Behari e puthi atje përpara muraleve me ngjyra, ndërsa Katicë kalonte. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Ka ditë kur Arifi ndjehej i izoluar, duke mos kuptuar shakat në punë, duke mos mund të komunikonte plotësisht mendimet e tij. Ndihem si kur jam fëmijë, i tha ai Ajshe një natë me frustrim. Nuk mund të shpreh gjithçka që mendoj. Do të vi, e siguroi Ajshe. Çdo ditë je më i mirë, dhe në të ndërkohë, unë jam këtu për ty. Ka herë kur Behari mungonte Prishtinën, zërat e njohur, rrugët e njohura, ndjenja e shtëpisë. A ishte gabim? Pyeste ai Elif një mbrëmje. Jo, tha Elif me vendosmëri. Shtëpia nuk është një vend, është njerëzit që do, dhe unë jam këtu. Familjet vizituan rregullisht. Nazmia dhe Ramizi erdhin çdo 2 muaj, duke sjell me vete ushqim nga shtëpia, flije, pite, mish të thatë. Nëne, nuk duhet të sjellësh kaq shumë, protestonte Arifi. Duhet, insistonte Nazmia. Dua që të kesh një copë shtëpie me vete. Mehmet dhe Fatma i ftonin djemt për darkë çdo të shtunë. Ngadalë, ato darka u bën një traditë e re, kur rrëfeheshin histori. Ndahen ëndra dhe familja forcohej. Muaji i 4 solli sfidën e parë serioze. Arifi kishte pasur një ditë të vështirë në punë. Një klient i rëndësishëm kishte anuluar një projekt dhe ai ndjehej i dështuar. Kur u kthye në shtëpi, Ajshe po përgatiste darkë, duke kënduar me vete. Si ishte dita? Pyeti ajo me gëzim. Mirë, tha Arifi shkurt, duke shkuar direkt në dhomën e gjumit. Ajshe ndjeu që diçka ishte gabim, por nuk e ndoqi. Ai do të fliste kur të ishte gati. Por Arifi nuk foli, as atë natë, as ditën e nesërme. U mbyll në vete, duke punuar vonë, duke shmangur biseda. Çfarë po ndodh me Arifin? Pyeti Elif Ajshen në ditë. Nuk e di, pranoi Ajshe me shqetësim. Nuk më flet. Ke provuar të pyesësh? Po, por ai thot që gjithçka është mirë. Në të njëjtën kohë, Behari kishte vënë re ndryshimin në vëllain e tij. Por kur pyeste, Arifi mohonte që kishte ndonjë problem. Vëlla, e di kur diçka nuk është në rregull, insistoi Behari. Fol me mua. Nuk ka asgjë për të folur, tha Arifi me zë të mërzitur. Tensioni u rrit. Ajshe filloi të mendonte që ndoshta Arifi po pendohej për vendimin e tij, që ndoshta dëshironte të kthehej në Prishtinë. Një mbrëmje nuk mundi më. Arif, duhet të flasim. Jam i lodhur, Ajshe. Jo, tha Ajshe me zë të lartë, nuk do të më largosh. Çfarë po ndodh? Arifi u kthye dhe për herë të parë Ajshe pa lot në sytë e tij. Kam dështuar, tha ai me zë të thyer. Projekti që mendova se do të na vendoste, që do të provonte që mund të jemi suksesshëm këtu, u anulua. Dhe tani po mendoj që ndoshta ishin të drejtë, ndoshta nuk mund të jemi suksesshëm në një vend që nuk është i imi. Ajshe ndiej zemrën duke ju thyer. Arif, nuk dëshiroj që ti të pendohesh për mua, vazhdoi ai. Nuk dëshiroj të jesh gruaja e një burri që nuk mund të siguroj, që nuk mund të ketë sukses. Ajshe i afruhe dhe mori fytyrën e tij në duart e saj. Dëgjoj mua shumë me kujdes. Ti nuk je i paaft, ke pasur një goditje, jo dështim, dhe edhe nëse do të kishte qenë dështim, unë ende do të isha këtu, sepse unë nuk të dashurova për suksesin tënd, të dashurova për zemrën tënde. Por, jo, asnjë por, Ajshe puti, ne jemi një ekip. Kur ti bie, unë të ngre. Kur unë bie,
Ti më ngre, kjo është martesa. Arifi e përqafoi dhe qau në shpatullën e saj. Më fal që u mbylla. Mos u mbyll kur më, tha Aisha. Premtoj. Ata qëndronin të përqafuar për shumë kohë, duke u kujtuar pse kishin luftuar kaq shumë për këtë dashuri. Muaji i 7 solli një surprizë të bukur. Aisha kishte ndjerë të keqe për javë dhe më në fund shkoi tek mjeku. Urime, tha mjekja me një buzëqeshje. Ju jeni shtatzën. Aisha ngriti kokën aq shpejt sa gati sa u përdrodh. Çfarë? Rreth 8 javë, do të keni një fëmijë. Aisha doli nga ambulanca duke qeshur dhe qarë njëkohësisht. E para gjë që bëri ishte të shkonte tek Elif. Elif, thirrja ajo duke hyrë në apartamentin e motrës. Elif, ku je? Elif doli nga kuzhina. Çfarë ka? Pse po qan? Jam shtatzën. Elifi ka bërtitur dhe e përqafoi motrën. O zoti im, një fëmijë. E di. Të dyja motrat kërcyen duke qeshur dhe qarë. Kur do t'ja thuash Arifit? Pyeti Elif. Sonte, dua të jetë e veçantë. Atë mramje, Aisha e përgatiti darkën e preferuar të Arifit dhe dekoroi apartamentin me qirinj. Çfarë po festojmë? Pyeti Arifi kur hyri dhe pas skenën. Uluni, tha Aisha me një buzëqeshje misterioze. Arifi u ul, kurioze. Aisha zgjati një kuti të vogël. Hap. Branda ishte një palë këpucë foshnje të vogla. Arifi i shikoi për një moment duke mos kuptuar. Pastaj ngadalë kuptimi erdhi. Aisha, a do të thot? Po, do t'jemi prindër. Arifi u ngrit aq shpejt sa gati rrëzoi karigen. E kapi Aishën dhe rrotulloi në ajër. Jemi duke pasur një fëmijë. Po, qeshte Aisha. Arifi e vendosi poshtë dhe ra në gjunjë duke i puthur barkun. Përshëndetje voglushe. Unë jam babai yt dhe do të dua më shumë se çdo gjë në botë. Aisha preku flokët e tij duke qarë nga lumturia. Duhet i themi familjes, tha Arifi. Duhet i themi të gjithëve. Nesër, tha Aisha. Sonte është vetëm për ne. Ata kaluan natën duke planifikuar. Emra, dhoma e foshnjës, si do t'ishte jeta me një fëmijë. Nëse është djalë, tha Arifi, dua ta quaj Mehmet, pas babait tënd. Aisha e shikoi me dashuri të pafund. Dhe nëse është vajzë, do ta quajmë Nazmie, pas nënës tënde. Përputhje perfekte. Kur e than Behari dhe Elif të nesërmen, përgjigja ishte edhe më e çuditshme. Ne gjithashtu, thiri Elif. Çfarë? Pyeti Aisha. Unë jam shtatzën gjithashtu, sapo mora të ditur dje. Katërshet qëndrua në heshtje për një moment, duke përpunuar këtë përkuthim të mahnitshëm. Pastaj, të gjithë filluan të qeshin dhe qanin njëkohësisht. Binjake duke pasur fëmijë në të njëjtën kohë, tha Behari. Si gjithçka tjetër që kemi bërë, tha Arifi, së bashku. Kur e than prindërve, reagimi ishte sikur të kishin fituar lotarinë. Nazmia qau kaq shumë sa Ramizi u shqetësua. Grua, do të dehidratohesh. Janë lot gëzimi budalla, tha Nazmia duke goditur lehtë. Do t'jem gjyshe. Mehmet dhe Fatma erdhën menjëherë në apartament me dhurata. 2 nipër, tha Mehmeti duke mos e besuar. Zoti më ka bekuar më shumë nga sa meritoj. Dhe ne do t'i rrisim së bashku, tha Fatma. Fëmijët do të rriten si vëllezër dhe motra, si prindrit e tyre. Muajt që pasuan ishin plot gëzim dhe ankth. Aisha dhe Elif shkuan tek mjeku së bashku, blenë rroba foshnje së bashku, përgatitën dhoma së bashku. Është sikur të jemi shtatzën së bashku, qeshi Elif. Por vetëm ti ke dhimbjet e mëngjesit, ankohet Aisha. Arifi dhe Behari u bën mbrojtës të çmendur. Nuk lejonin gratë të ngrinin asgjë të rënd. I mbanin nga krahu kur ecnin, ju sillnin gjithçka që dëshironin. Unë dua akullore me kastravec, tha Aisha një natë në orën 2 të mëngjesit. Arifi u ngrit pa hezitim. Të gjeta, ti je i çmendur, qeshi Aisha. Për ty dhe fëmijën ton, gjithmonë. Kur barqet filluan të rriten, Aisha dhe Elif bën një sesion fotografik, duke qëndruar krah për krah, me duar në barqet e tyre. Për pasardhësit, tha fotografja, që t'u tregohen fëmijëve tuaj se sa e bukur ishte kjo kohë. Ishte një mëngjes gushti kur filloi.
Aisha u zgjua me dhimbja. Arif, tha ajo duke e tundur, është koha. Arifi kërceu nga shtrati si kur të ishte zënë zjarë. Çfarë? Tani? Por është një javë herët. Fëmia nuk e di atë, tha Aisha duke qeshur përkundër dhimbjes. Në të njëjtën kohë, telefoni i Beharit u bie. Ishte Elif. Behari, jam në shtëpi, fëmia po vjen. Po vi. Në spital, kaosi ishte i bukur. 2 çifte duke lindur në të njëjtën kohë, 2 familje duke pritur në dhomën e pritjes. Nazmia mbante dorën e Fatmës. Jam e nervozshme. Edhe unë, pranoi Fatma, por gjithçka do të jetë mirë. Ramizi dhe Mehmet ecën përpara e mbrapa, duke mos ditur çfarë të bënin me energjinë e tyre. Si mund t'i ndihmojmë? Pyeste Mehmet. Nuk mund, tha një infermiere duke qeshur, vetëm pritni. Në dhomën e lindjes, Aisha mbante dorën e Arifit aq fort sa gati ja theu mend. Nuk mund, thirrri ajo. Po mund, tha Arifi duke ja puthur fytyrën. Je më e forta që njo, vetëm pak më shumë. Në dhomën tjetër, Elifi po kalonte të njëjtën. Behari ishte aty, duke qarë dhe duke u lutur. Jam këtu dashuria ime, jam këtu. Ora 14:32. Në dhomën e Aishes, një britëm e vogël dëgjohet. Është vajzë, shpalli mjekja. Aisha qau nga lehtësimi dhe gëzimi. Arifi shikoi voglushen. Aq e vogël, aq e përsosur. Përshëndetje Nazmie, murmuriti ai. Ora 14:45 pritje, 13 minuta më vonë. Në dhomën e Elif, një britëm tjetër. Është djalë, thiri mjekja. Djalë, përsëriti Behari duke qeshur dhe qarë. Kemi një djalë. Elif e mbante fëmijën në krahe. Përshëndetje Mehmet i vogël. Në dhomën e pritjes ku lajmet erdhën, ishte sikur të kishin shpërthyer fishek zjarret. Një vajzë dhe një djalë, thiri Nazmia. Faleminderit Zot. Mehmet e përqafoi Ramizin. Jemi gjyshër, bashk, qeshte Ramizi. Kur prindrit e lejonin të hynin, pamja ishte magjepse. Në 2 dhoma pra njëra tjetrës, 2 çifte të lodhur por të lumtur, secila duke mbajtur një mrekulli të vogël. Nazmia mori Nazmien e vogël në krahe dhe qau. Ajo është e bukur, kaq e bukur. Fatma mori Mehmetin e vogël. Ai ka sytë e gjyshit të tij. Mehmeti shikoi këtë 2 fëmijët, njëra e emërtuar për të, tjetra për vjehrën e tij. Kjo është familja, tha ai me zë të mbushur me emocion. Kjo është dashuria. Atë natë, kur vizitorët u larguan dhe spitali u qetësua, Arifi dhe Aisha shtrihej në krevatin e spitalit me Nazmie mes tyre. Në dhomën tjetër, Behari dhe Elif bënin të njëjtën me Mehmetin. E bëm, murmuriti Aisha. E bëm, përsëriti Arifi. Tani fillon aventura e vërtet, tha Aisha. Dhe nuk mund të pres, tha Arifi duke i puthur të dyja, gruan dhe vajzën e tij. Muajt e parë me fëmijë ishin kaotik, net pa gjumë, lot të pafundëm, panik kur diçka nuk shkonte siç duhet. Por ishin gjithashtu më të bukurit. Momenti i parë kur Nazmia e vogël buzëqeshi, hera e parë kur Mehmet i vogël zuri gishtërinë te Behari. Jam plotësisht i dashuruar, tha Behari një ditë duke shikuar djalin e tij. Prit derisa të filloj të eci dhe të shkatroj gjithçka, qeshte Elif. Familjet vinin rregullisht për të ndihmuar. Nazmia qëndroi për një muaj të tërë, duke ndihmuar me natën, duke gatuar, duke u kujdesur që Aisha të pushonte. Nën, je ëngjëll, i thoshte Aisha. Jo, ti je ëngjëlla ime, thoshte Nazmia, dhe tani kjo voglushe është gjithashtu. Fatma vinte çdo ditë me ushqim të freskët. Duhet të hash mirë për të ushqyer foshnjën, insistonte ajo. Mehmet ndërtoi djep me duar për të 2 fëmijët, të gdhendove simbole shqiptare dhe turke, që të kujtojnë rrënjat e tyre, shpjegoi ai. Ramizi bleu libra në shqip dhe turqisht. Duhet i mësojmë të dyja gjuhët që nga fillimi. Një ditë, kur fëmijët ishin 3 muajsh, Aisha dhe Elif vendosën t'i vinin ata pra njëri tjetrit për herë të parë. Nazmia e vogël dhe Mehmet i vogël shtrihen krah për krah. Për një moment vetëm u shikuan. Pastaj Mehmeti zuri dorën e Nazmies dhe të 2 buzëqeshën. O Zoti im, murmuriti Elif, ata tashmë kanë lidhje, si ne, tha Aisha, si prindrit e tyre. Historia përsëritet. Kur fëmijët mbushën 1 vjeç, organizua një festë të madhe, me gjithë familjet dhe miqt nga të dyja vendet. Nga Prishtina në Istanbul, të gjithë janë këtu, tha Arifi duke shikuar rreth e rrotull me mirënjohje. Tortat ishin 2, një me flamorin shqiptar, një me atë turk, por kur i pren, brenda ishin një lloj, ëmbëlsira që simbolizonin bashkimin.
Nazmia e vogël mori hapat e saj të para të ditë, me zbrohoritjeve të gjithëve. Mehmeti i vogël e ndoqi pak më vonë, duke u rrëzuar në krahët e Behari. Kështu ka qenë gjithmonë, qeshi Elif. Nazmia udhëheq, Mehmeti ndjek. Si ne, tha Behari duke shikuar Arifin. Kush tha që unë udhëheq? Protestoi Arifi me një buzëqeshje. Të gjithë, than tre të tjerët njëkohësisht. Ndërsa viti kalonte, fëmijët filluan të flasin. Fjalët e para të Nazmiës ishin mama në turqisht dhe baba në shqip. Mehmeti i vogël tha dede, gjysh në turqisht dhe gjyshe, pothuajse njëkohësisht. Ata janë vërtet dy gjuhësor, vuri re Aishe me krenari. Dy kulturor, korrigjoi Arifi, dhe kjo është dhurata jonë për ta. Por kishte sfida. Një ditë, në park, një grua e moshuar ju afrua Aishe. Në çfarë gjuhë po i flet fëmijës? Pyeti ajo me ton kritik. Në shqip, tha Aishe me diplomaci. Por ju jeni në Turqi, duhet të flisni turqisht. Aishe ndjej zemërimin duke u ngritur, por përpara se të mund të përgjigjej, Mehmet u shfaq. Me respekt, Hanim, tha ai me zë të qetë por të fortë. Kjo është mbesa ime. Ajo po mëson dy gjuhë, sepse ka dy gjyshërin që e duan. Dhe nëse keni problem me këtë, është problemi juaj, jo yni. Gruaja u largua e mërzitur. Mehmeti u kthye te Aishe. Mos u shqetëso për njerëz të tillë, tha ai. Ata nuk kuptojnë që dashuria nuk ka gjuhë. Aishe përqafoi vjehrin e saj. Faleminderit, baba Mehmet. Kur fëmijët mbushën 2 vjeç, një sfidë e re u shfaq. Nazmia e vogël filloi të pyeste. Jam shqiptare apo turke? Aishe nuk ishte një përgjigje të lehtë. Të dyja, tha ajo. Ti je të dyja. Por prindrit e mi janë të ndryshëm. Po, babai yt është shqiptar, unë jam turke, por ti je diçka e re. Ti je ura mes nesh. Çfarë është ur? Aishe mori vajzën dhe shkoi në balkon, duke i treguar urën e Bosforit në largësi. Sheha të ur? Ajo lidh 2 pjesë të qytetit. Pa të, ato do t'ishin të ndara. Por me të, ato bëhen një. Ti je ura jon, voglushe. Ti na lidh. Nazmia e vogël nuk e kuptoi plotësisht, por e ndjeu dashurinë në zërin e nënës së saj. Mehmeti i vogël kishte pyetje të ngjashme. Pse gjyshi Ramiz flet ndryshe nga gjyshi Mehmet? Sepse ata vijnë nga vende të ndryshme, shpjegoi Behari, por të dy të duan një lloj shumë. Unë dua që të gjithë të flasin një lloj, tha Mehmeti duke u mërzitur. Behari e përqafoi djalin. Por pastaj bota do të ishte e mërzitshme. Dallimi na bën interesant. Dhe ti, biri im, je mrekullia më interesante e gjithë. Për të festuar 5 vjet martesë, të gjitha familjet vendosën të takohen në Durrës, Shqipëri. Mesi gjeografik mes Prishtinës dhe Stambollit. Hiqën dhoma në një hotel pranë detit. Ishte hera e parë që të gjitha familjet ishin bashkë që nga martesat. 5 vjet, tha Nazmia, duke shikuar djalin e saj. Duket si dje. Dhe njëkohësisht si gjithmonë, shtoi Arifi. Organizuan një darkë të madhe në plazh. Tryeza ishte e gjatë, e mbuluar me ushqim nga të dyja kulturate, e rrethuar nga njerëzit që i donin më shumë. Mehmet u ngrit për të bërë një fjalim. Para 5 vjetësh, filloi ai. 2 djemtë shqiptar vinin në dyqanin tim të çajit dhe më kërkuan dorën e vajzave të mia. Mendova që ishin të çmendur. Të gjithë qeshën. Por ata më treguan që dashuria është më e fortë se frika, më e guximshme se dyshimi, më e madhe se çdo pengesë. Ata më mësuan që familja nuk përcaktohet nga gjaku ose kombësia, por nga zemra. U kthye te Arifi dhe Behari. Ju më keni dhënë më shumë nga sa mund të prisja. Jo vetëm lumturi për vajzat e mia, por edhe një familje të re. Jeni bijtë e mi, vërtet dhe sinqerisht. Ramizi u ngrit pas. Mehmet Bey, kur takuam për herë të parë, ishim të dy skeptik. 2 baballar duke u përpjekur të mbrojnë vajzat e tyre. Por ata nuk kishin nevojë për mbrojtjen tonë. Kishin nevojë për bekimin ton, dhe fal Zotit u dham, sepse tani shikoni këtë tavolinë, shqiptar dhe turq, të vjetër dhe të rinj,
të gjithë një familje. Kjo është trashëgimia e djemve tanë, jo vetëm fëmijët, por bashkimi. Të gjithë ngritën gotat. Për familjen. Fëmijët luajtën në rër ndërsa të rriturit bisedonin. Nazmia e vogël dhe Mehmeti i vogël ndërtonin një kështjellë së bashku, duke punuar në harmoni perfekte. Shih ata, tha Elif duke treguar. Ata nuk dinë për kufi, për diferenca, për ta është vetëm dashuri. Kjo është ajo që duhet të mësojmë botës, tha Aisha. Ajo mbrëmje 4 çifte çëtitnin përgjatë Bregdetit, Mehmet dhe Fatma, Ramizi dhe Nazmia, Arifi dhe Aisha, Behari dhe Elif. A mendoni ndonjëherë për atë ditë në Istanbul? Pyeti Behari. Dita kur u takuam? Çdo ditë, tha Elif. Ishte fati, tha Aisha. Jo, korrigjoi Arifi. Ishte dashuria duke na gjetur. Ne ishim gjithmonë të destinuar për njëri tjetrin, thjesht duhej të na jepej shansi. Dhe ne morëm atë shans, tha Behari. Dhe ndërtuam një jetë, shtoi Elif. Një familje, tha Aisha. Një dashuri që ka përcen gjithçka, përfundoi Arifi. Valët goditin brigjet, yjet ndriçonin qiellin dhe 8 zemra rrahnin si një. 10 vjet më vonë, familja ishte rritur. Arifi dhe Aisha kishin pasur 2 fëmijë të tjerë, binjak, sigurisht, djem këtë herë. Behari dhe Elif kishin pasur një vajzë pas Mehmetit. Ata jetonin në një shtëpi të madhe në periferi të Stambollit, por me një apartament në Prishtinë për vizita të rregullta. Studio e Arifit dhe Beharit kishte rritur, tani kishin zyra në Prishtinë, Istanbul dhe Tiranë. Projektet e tyre ishin të njohura për bashkimin e elementeve të 2 kulturave. Aisha kishte botuar një libër poezie për dashurinë mes 2 botëve. Kishte bërë bestseller në të 2 vendet. Elif kishte hapur një galeri arti që ekspozonte artist nga Ballkani dhe Turqia, duke krijuar ura përmes artit. Fëmijët rriten 2 gjuhësor, 2 kulturor, të lumtur. Nazmia e vogli, tani 12 vjeçe, po studionte në një shkollë ndërkombëtare dhe ëndërronte të bëhej diplomate. Dua të ndihmoj vendet të kuptojnë njëri tjetrin, thoshte ajo. Si ne? Mehmeti i vogël, 11 vjeç, po mësonte arkitekturë nga babai dhe xhaxhai. Do të ndërtoj një urë të vërtet, thoshte ai, nga Prishtina në Istanbul. Tashmë e ke ndërtuar, i thoshte Behari, në zemrat tona. Një mbrëmje pranvere, gjithë familja u mblodh për darkë në shtëpinë e madhe. Tavolina ishte e gjatë, e mbushur me 4 gjenerata. Nazmia e Ramizi, tani të moshuarit, por ende plot jetë. Mehmeti dhe Fatma, gjithashtu me flok të bardhë, por me buzëqeshje që nuk kishte plakur. Arifi dhe Aisha, tani në të 40-tat, por duken më të rinë se kurrë. Dhe fëmijët, 5 vogëlush që përfaqësonin të ardhmen. Kush do të thot lutjen? Pyeti Mehmet. Le ta themi të gjithë, sugjeroi Nazmia e vogël. Dhe kështu bën, në shqip dhe turqisht, duke i thurur fjalët së bashku sikur kishin bërë gjithmonë. Falenderojmë për këtë familje, filloi Ramizi. Për dashurinë që na bashkon, vazhdoi Fatma. Për sfidat që na forcuan, tha Arifi. Për gëzimin që ndajmë, tha Aisha. Për ëndrat që realizuam, tha Behari. Për të ardhmen që ndërtojmë, tha Elif. Amin, than fëmijët së bashku. Pas darkës, Arifi dhe Aisha dolën në balkon duke shikuar qytetin që shkëlqente poshtë. A pendohesh ndonjëherë? Pyeti Aisha, duke ditur përgjigjen, por duke dashur ta dëgjonte përsëri. Asnjëherë, tha Arifi pa hezitim. Çdo sfidë, çdo lot, çdo moment frike i vlente për të arritur këtu, për të pasur ty, fëmijët tan, këtë jetë. Edhe mua, tha Aisha duke u mbështetur tek ai. Do ta bëja përsëri, mira herë. Ne ishim të guximshëm, tha Arifi. Ishim të dashuruar, korrigjoi Aisha. Dashuria na bëri të guximshëm. Nga brenda, dëgjuan zërat e fëmijëve duke qeshur. Behari dhe Elif duke kënduar një këngë, prindrit e moshuar duke treguar histori. Kjo është trashëgimia jon, tha Arifi. Jo vetëm fëmijët, por ideja që dashuria mund të kapërcej çdo pengesë. Dhe kjo histori do të trashkohet, prej brezi në brez.
Nga terraca tjetër, Behari dhe Elif kishin një bisedë të ngjashme. E di që ka qenë e vështirë, tha Elif. Përshtatja, sakrificat, gjykimet. Por shiko çfarë kemi ndërtuar, tha Behari duke përqafuar. Një familje që nuk përcaktohet nga kufit, por nga zemra. Dhe fëmijë që do të bëjnë botën më të mirë, tha Elif, sepse ata dinë që dashuria nuk pyesin kombësi, tha Behari. Ata e kanë jetuar çdo ditë të jetës së tyre. Nazmia e vogël doli në balkon me ta. Baba, nëna, a mund t'ju pyes diçka? Gjithmonë zemra ime, tha Elif. Si e dinit që babai dhe xhaxhai Arif ishin të duhur, kaq shpejt? Behari dhe Elif shkëmbyen një vështrim të kuptuar. Sepse, filloi Behari, kur takove personin e duhur, zemra e di përpara se truji të kuptoj. Ndjen si shtëpi, edhe kur je në një vend të huaj. Dhe nuk e frikë të jesh veten, shtoi Elif, sepse ata të shohin siç je, jo si ata duan që të jesh. Nazmia e vogël mendoi për këtë. Unë dua të gjej dashurinë si ju keni gjetur. Do ta gjesh, i siguroi Elif. Dhe kur ta gjesh, je guximshme. Mos lejo që asgjë të ndaloj. As kombësia? Pyeti Nazmia. As asgjë, konfirmoi Behari. Dashuria e vërtet nuk njeh pengesa. Brenda, Mehmet po tregonte një histori nipërve të tij. Kur gjyshi juaj ishte i ri, thoshte ai, kam pasur një dyqan të vogël çaji. Dhe një ditë erdhën 2 djemë vërinj shqiptar. Ne e dim këtë histori gjysh, ndërpreu njëri prej binjakëve të rinj. Por kur nuk lodhet së dëgjuari, tha tjetri. Sepse është historia më e bukur e dashurisë, shtoi Mehmeti i vogël. Mehmeti qeshi me lot në syr. Po, është, dhe dua që ju ta mbani gjallë këtë histori, që t'ua tregoni fëmijëve tuaj dhe fëmijët e tyre. Pse gjysh? Pyeti Nazmia e vogël. Sepse, tha Mehmet duke shikuar rreth rrotull tavolinës së mbushur me familje, është dëshmi që dashuria është më e fortë se urrëtia, që bashkimi është më i fuqishëm se ndarjet, që ne, si njerëz, jemi më të ngjashëm nga sa jemi të ndryshëm. Nazmia e madhe, gjyshja, fshiu lot. Kur po vdisjam nga sëmundja para vitesh, tha ajo me zë të butë, ishte dashuria e kësaj familje që më shëroi. Jo vetëm djemtë e mi, por vajza turke që i pranuan si bija, prindërit turq që më pranuan si motër. Fatma e mori dorën. Dhe ne jemi bekuar nga ju. Jemi familja më e mirë që një grua mund të dëshiroj. Ramizi u ngrit për një tost të fundit. Për dashurinë, tha ai, që nuk njeh kufi. Për guximin, shtoi Mehmet, për të ndjekur zemrën. Për familjen, than Arifi dhe Behari, që zgjodhëm, jo vetëm atë që trashkuam. Për të ardhmen, than Aisha dhe Elith, që do të ndërtojnë fëmijët tanë. Për historinë tanë, than fëmijët, që do ta tregojmë për gjithmonë. Të gjithë ngritën gotat, dhe në atë moment, në atë dhomë të mbushur me dashuri, 2 familje, nga 2 vende, me 2 gjuhë, ishin plotësisht një. Kjo histori, megjithse e bukur dhe e jashtëzakonshme, është thjesht një dëshmi e asaj që është e mundur kur zemrat hapin, kur mendjet pranojnë dhe kur dashuria udhëheq. Sot, në botën tonë të ndarë nga kufi dhe mure, ka nevojë më të madhe se kurrë për histori si kjo. Histori që na kujtojnë se në fund, ne të gjithë jemi njësoj, duke kërkuar dashurinë, duke kërkuar kuptimin, duke kërkuar lidhjen. Arifi dhe Aisha, Behari dhe Elif, nuk ishin superheronj. Ishin njerëz të thjeshtë që zgjodhën për jenë të guximshëm, që zgjodhën dashurinë mbi frikën, bashkimin mbi ndarjen, shpresën mbi dyshimin. Dhe në këtë zgjedhje, ata krijuan diçka të bukur, jo vetëm një familje, por një trashëgimi që do të jetojë për gjenerata. Kjo është fuqia e dashurisë. Kjo është premtimi i njerëzit. Dhe kjo, miqtë e mi të dashur, është arsyeja pse historitë e tilla duhet treguar, përsëritur dhe festuar, sepse në çdo zemër që prek, ato mbjellin një farë shprese që një ditë të gjithë ne mund të jetojmë në një botë ku dashuria triumfon, ku mure bien dhe kur familja nuk përcaktohet nga gjaku apo kombësia, por nga zgjedhja e zemrës. Faleminderit që lexuat këtë histori të gjatë. Nëse ju preku zemrën,
Ju lutem, bëni like, më tregoni që ju pëlqeu. Komentoni më poshtë. A besoni në dashurinë që ka përcen kufik? A keni një histori të ngjashme? Ndani me dikë që ka nevojë për një histori shprese sot. Abonohuni për më shumë histori që frymëzojnë dhe prekin zemrën. Dashuria nuk njeh kufi dhe asnjë nuk duhet. Nga zemra ime për zemrën tuaj.